A e di që shitja si proces nuk ndodh aktualisht fizikisht, por tek mendja e njeriut, dhe kjo vetëm në qoftë se biznesi yt është mjaftueshëm i besueshëm online dhe në sytë e klientit. Shumë biznese mendojnë se një foto apo një reklam janë të mjaftueshme për të bërë shitje, por e vërteta është shumë ndryshe. Kjo pasi shitja ndodh atëherë kur klienti ka krijuar besimin se ti je zgjedhja e dur për të. Rrjetet sociale dhe Google-i, ato janë thjesht një dritare drejt procesit, një proces në fund të cilit klienti është ai që e merr vendimin në mendjen e tij, dhe bazuar në besimin, perceptimin dhe sigurinë që ti i ke dhënë dhe i ke ofruar. Dhe nëpërmjet panairit online mund të krijosh besim te klienti, duke paraqitur prova sociale dhe duke krijuar autoritet. Prandaj fokusohu në 3 pika bazë: ndërtimin e perceptimit profesional, të autoritetit dhe të provave sociale dhe të një komunikimi që rrit vlerën e biznesit tënd në mendjen e klientit. Ndërkohë, komento mendja për të marrë formulën e ndikimit psikologjik në shitje për të rritur besimin dhe shitjet online.